Dolores Toshkollari! Jemi së bashku me Dolores Toshkollarin, e cila ka fituar çmimin e vendit të 5 Golden Circle. Si po ndihesh? Shumë emocione në fakt, edhe nuk e mendoja që kishte kaq shumë emocione. Nuk e mendoj që kishte kaq shumë emocione. Besoj që momenti më emocionues ka qenë momenti kur të rrit emri pra që fitove çmimin apo jo. Ishte shumë emocionuar sepse shikoja shumë kolegë që nduar trokisnin buzëqesh edhe për mua kjo është fitoria më e madhe. Për vetë çmimi. Cilat janë pritshmëritë tua? Pra si ka ndikuar ky çmim që sapo morë, që është një vlerësim në fund të fundit dhe mund të shërbejë si një spunto ose si një nxitje për të arritur objektiva të tjera? Unë sfidoj shumë veten, edhe them gjithmonë këtë gjë. Dhe këtë vit kam menduar që të rrethi i artë të jem e para, shpresoj. Të gjithë që kërkojnë këtë gjë. Por që pritshmëritë janë shumë të mëdha edhe mendoj që me shumë punë do arrijë. Unë të uroj shumë suksese dhe shpresoj që ti arrish dhe të kalosh të gjitha synimet që ke për vete. Të falenderoj shumë. Faleminderit.